Ziçishti kremtoi një nga ditët më të bukura dhe më të veçanta të vitit, festën e Shën Marisë, një traditë e hershme që dhe këtë vit bëri bashkë 10 emigrantë ardhur nga vende të ndryshme të botës, banorë të fshatit dhe vizitorë të shumtë. Festimet nisën që në orët e para të mëngjesit me meshën solemne në kishën e vjetjes së Ylinses Mari, një nga simbolet më të rëndësishme të besimit dhe historisë së Ziçishtit. Besimtarë të shumtë u mlodhën në këtë ditë të shenjtë për të nderuar Shën Marinë dhe për të ruajtur një traditë që përcillet brez pas brezi. Pas meshës, festa vijoi me drekën festive, ndërsa në mbrëmje muzika, këngët, vallet, serenatat dhe atmosfera e gëzimit bashkuan të rinjtë të moshuar për të festuar së bashku. Në këtë rast, unë dëshiroj të falenderoj të gjithë ata besimtarë që erdhen këtu në kishë, edhe që po vazhdojnë të vinë për t'u lutur, për t'i dhënë paqe dhe dashuri Shën Maria, gëzuar e për shumë vjetë në ndihtë ditë e sotme, paqe dhe dashuri. Këtu në Ziçish kemi një shoqëri ziçishtare Shëntrinia, me emërtim Shëntrinia, me emërtim fetar, që do të thotë që është krijuar në vitet 24, e cila vazhdon edhe me kontributet e saj, të cilët vijnë të gjithë ata emigrantë që mbiden sot në këtë ditë këtu, që kremtohet kjo ditë e shenjtë. Këtë fshat e zbukuron dashuria e tyre, shpirti i tyre, zemra e tyre, besimi që kanë. Këtu ka shumë kisha, por sot është mbledhur, domethënë gjithë janë mbledhur te Shën Maria. Lutemi Zotit, të jemi të bekuar, të jemi besimtar të ndershëm, të dashur me njëri tjetrin, të kemi durim dhe të kemi paqe me njëri tjetrin. Dhe ky fshat kaq i bukur, me njerëz kaq fisnik, ne na zbukuron çdo ditë. Kjo festë është kthyer në traditë të përvitshme për këtë fshat.